Mbi 50 pacient paraqiten çdo ditë në poliklinikën e Fierit për probleme me lëkurën që shfaqen si alergji, infeksione dhe sëmundje tumorale. Mjeku dermatolog Ermal Sina shpjegon se shkaktari kryesor i rritjes së rasteve me sëmundje të rënda të lëkurës është ekspozimi i pambrojtur në diell, por edhe mjedisi i ndotur. Problematika e lëkurës gjithmonë në periudhën e verës, me ekspozimin në diell, gjithmonë janë më të shtuara, sidomos problemet alergjike, sëmundje të ndryshme infektive, por në mënyrë të veçantë që duhet të theksonim tepër në sëmundjet tumorale. Sëmundjet kanceri lëkurës, sidomos melanoma apo edhe kanceret llojeve të tjera, duke u rritur ekspozimi në diell shtohet edhe përqindja e këtyre rasteve. Piku në diell, sidomos mbas orës 12 deri në orën 4-5, duhet gjithmonë të ruhemi në këtë periudhë. Sidomos duhet të kemi kujdes veçantë në periudhën e plazhit, pra kur shkojmë në plazh, që duhet patjetër përdorin kremat porombrojtës. Edhe sëmundjet infektive natyrisht, sidomos tek fëmijët e vegjël kur shkojnë nëpër pishina, nëpër plazhe janë të shtuara edhe këto. Gabim tjetër që rëndon gjendjen e pacientëve sipas Sinës është marrja e kremrave në farmaci, pa u këshilluar me mjekun dermatolog. Mirë, mos shkojmë marrim vetë kremra në farmaci, por të janë edhe në bazë të llojit të lëkurës. Duhet vinë patjetër, qoftë edhe për një vizitë thjesht pa patur probleme, për zgjedhur kremin e duhur. Por nëse dielli gjatë stinës së nxehtë është shkaktari i dukshëm i shtimit të sëmundjeve të lëkurës, një faktor i padukshëm e bën situatën më problematike në Fier. Mjedisi i ndodhur me lëndë hidrokarbure nga teknologjia e naftës është faktor e risku që çon në shtimin e rasteve të sëmundjeve të rënda të lëkurës. Se Fier është një zonë përveç ka dhe përveç ekspozimit në diell që është dielli është më shumë i shprehur në Fier, ose ndodhja ndoshta nga hidrokarburet, duke qenë se është një zonë nafte, ka ndikuar dhe ajo. Përveç djegjeve nga dielli dhe mjedisit të ndotur, dermatologët në Fier tërhiqin vëmendjen edhe për keq ushqyerjen si faktor që përkeqëson shëndetin e lëkurës.